ai është pak më i ri se unë, por ajo është gjyshe, kishte dalë në protestë. Edhe i biri më tregon që ishte alarmuar kur i kishin thënë që ka shkuar mamaja në protestë. Ishte alarmuar sepse ajo është në një moshë të caktuar që duke imagjinuar në mes të një tur me njerëzish, gjëja e parë që të shkon në mend është nëse larg qoftë pengohet, rrëzohet, mund të ketë edhe dëmtim fizik. Dhe ishte kthyer në shtëpi shumë i alarmuar edhe pyet jemën i thot, po ti çfarë bëre ti në protestë? Çfarë shkon ti në protestë? Dhe jema i tregon atë që është, besoj unë, duke parë edhe episode tjera që ne po i mbledhim, thelbin e zëmërimit të shumë njerëzve me administratën shtetërore. Për një arsye apo për një tjetër, nuk e kam mirë parasysh tani të natyrës shëndetësore, asaj duhet të shkojë në mënyrë periodike në poliklinik. Dhe duke qenë se si ajo ka dhe të tjerë që e din praktikën që ndjek mjeku që duhet kujdeset për ta, njerëzit shkojnë atje që në orën 5, që në orën 6 mëngjesit. Pse? Sepse presin që mjeku të vijë dhe shpresojnë që duke qenë përpara në radhë të kenë mundësinë që ai t'i shofi, sepse mjeku e para nuk vjen në orar, vjen gjithmonë 1 orë, 2 orë më mbrapa, pra ata njerëz presin nga ora 5-6 e mëngjesit deri në ora 9-10 të moshuar. E dyta, mjeku nuk rri deri në fund orarit, po mbasi trajton 3-4 prej tyre, ikën. Dhe kjo grua në moshë, një gjyshe, del në protest sepse është e fyer. Dhe fyri është fjalë e lehtë në fakt, sepse fyrja është një herë. Ky është një poshtrim. Dhe ndjenja e poshtrimit nga shteti yt, nga njerëzit që paguhen për të shërbyer ty, është një ndjenjë që mjafton të bësh një përpjekje shumë të vogël për ta vënë veten në atë pozitë, për të kuptuar që është kulmi. Dhe njerëzit nuk ndjehen të fyer dhe të poshtruar thjesht apo vetëm pse nuk e zgjidhin dot një hall, sepse jo çdo hall është i zgjidhshëm në rrugë administrative, sepse ne kemi parë që shumë halle kërkojnë zgjidhje gjyqësore, sepse administrata nuk mund të bëhet gjykat, sepse nëse administrata do të bëjë gjykat, nëse qeveria do të bëjë gjykat, nëse kryeministri do të bëjë gjykatës, atëherë mund të bënte 5 të mira, por mund të bënte edhe 5.000 të këqija. E për këtë arsye janë të ndara gjërat. Por përtej faktit që e zgjidh apo se zgjidh, ai mjeku nuk është i detyruar me ligj, as me zakon, që të shëroj një sëmundje të pashërueshme. Por ai mjeku është i detyruar që njeriu të smur t'i ofrojë të gjithë komfortin që vjen nga
njerëzilloku. Mungesa e njerëzillokut është një mungesë të cilën njerëzit nuk janë të disponuar ta tolerojnë. Me drejtë.